Po, tek mëja, me fton Kodhelaj. Flogert, më thuaj pak, po dy zonjat që janë zgjedhur për të dy emrat e rinj, për të pasuar Palokën, ty si të duken? Kush janë ato? Julia Emiri, që tha Gentiani, dhe emrin e dytë që nuk po e kujtoj tani. Ta bëjë një pyetje shtesë për Flogertin? Po bëje, dakor. Jo, pyeta për emrat se imagjino dhe ti nuk e kujtove të dytin. Kishte edhe nga ata që po i googullonin ndërkaq se nuk i njohin. Pyetja shtesë është, është normale që një parti politik pozicioni numër 2 në partisë, për pozicioni numër 2 për nga pesha politike që ka, kryetari i Këshillit Kombëtar. Ja, është një rol simbolik. Numri 2 është sekretari i përgjithshëm nga pikpamja. Sekretari i përgjithshëm nga pikpamja organizative, nga Nuk është numri 2. Numri 5. Është numri 5. Po pra ai po të thotë zgjidhni 2 gra nga rinovoni thotë. Po nuk është kjo çështja që ndështroj unë. Çështja është kur ti, më thënë, 4-5 figura drejtuese të partisë, merr një emër i cili nuk ka një background organizativ o politik, pse në kryetari i Këshillit Kombëtar nuk është një emër që ti vetë çfarë duash. Është figurë simbolike, ai me simbole po flet, ai po thet, unë po ju sjell 2 të reja që duan promovuar në PD për të dhënë këtë mesazhin e rinovimit. Nuk e promovon ti kryetari i Këshillit Kombëtar, ose kryetari i Këshillit Kombëtar nuk është një personazh që ti e merr nga rruga dhe vetë. Nuk është se do bëj namin më burr do drejtoj punimet e Këshillit Kombëtar, nuk është se ka ndonjë pyetje kundër abstenim dhe thirrjen e Këshillit Kombëtar. Është një njëjta gjë me nivelin nga kryetari i parlamentit, sa ajo gjëja. Hajde dhe kryetari i parlamentit marrin një kështu. A shef ti një risi ose atë që Berisha quan ripërtëritje? Dhe a është e gjitha kjo një déjà vu në një farë mënyrë, pra kjo listë, këta emra, është një votim, një formalitet, po themi, apo ka garë vërtet këtu në këtë? Ka pjesërisht garë, ka pjesërisht risi, dhe nuk duhet presim çuditëra. Sepse njerëzit nga partia do i marrë, nuk do shpiki njerëz. Çfarë do shkoj të marri diasporën? Pra se po e bën Rama këtë, merr Marianën, futet parë, ikën Mariana. Ikën nga parlamenti, po. Njerëzit duhen politik dhe njerëzit duhen ngritur në shkallë karriere dhe ato djemë që thot Gaba, Tedi dhe ai djali tjetër, por nuk kishte edhe tjerë, kanë shkallë karriere, kanë bërë gare elektorale, kanë bërë debate publike, kanë filluar të njihen në qarqet e tyre, kështu me radhë. Dhe të gjitha të rinj dhe të reja, fytyra që ne mund të mos i njohim sot, në qoftë se nesër do dinë të hidhen në skarkier, të bëjnë debate publike, të bëjnë opozit, të krijojnë oponencë, pra pse të mos kemi nga ata të rinj që ju vardisen dhe sikletosin drejtorat përgjithshëm dhe njerëz që janë me pushtet, që t'ju vardisen pull poste, atje të mos i lënë rehat. Pra, në qoftë se ata do kenë ambicje, do kenë vullnet, do jenë punëtorë, që të bëjnë realisht opozit në rrjete sociale pafund, në media sa të kenë mundësi, ata sigurisht se do kenë një avantazh. Dhe tjetra, Erla, mos harro, në të pavetdijshmën e njerëzve, kur ti vazhdon, ju hedh vazhdimisht njerëz të rinj në treg njerëzve, pavarësisht se është doktori aty dhe ai është lideri, nuk është i votuar, ti fillon dhe e krijon perceptimin që prit se Partia Demokratike po rinovohet. Po hapet. Po patjetër, në qoftë se ti ju vendos të njëjtat figura pastaj, me Tritane, me Alban, ata mund të jenë, nuk ka rëndësi. Por në qoftë se kalojnë këta në radhë të parë, pra le të mbajnë poste, le të bëjnë organizime këta që janë më të vjetër. Pra të qëndrojnë në prapasken, thua ti. Të qëndrojnë mbrapa sa i përket komunikimit publik. A duhet një ndërthurje këtu mes eksperiencës edhe të res? Eksperienca le të rri dhe le të merret. E vetë që ja ç'po i ndodh Ramës në një farë. Për mua, eksperienca duhet të rri, këta nuk janë pa eksperiencë. Këta që ke aty. Asnjëri prej tyre. Nuk ka një Mariana Koçek aty. S'ka një Mariana Koçek. Jo, nuk ka. Janë gjithë njerëz. Mariana s'është marrë kur me politikë, s'di që është OSE-ja dhe grup seksioni. Pyetë dhe sot se di. Organizata socialiste si quhet dhe grup seksioni i Partisë Demokratike. Ajo është rafsh vëlla. Ajo erdhi nga shkolla, hapi bujtin, u bë lajmëret ndërkombëtare, Rama tha mund të përdor pak, ajo tha po, unë dua të bëm deputete, fituan të dy, miru pafshim ikur tani Mariana. Këtu nuk ka të tillë. Dhe për këtë i duhet shtrënguar dora doktorit. Nga ana tjetër, nëse këta të gjithë të rinj dalin dhe bëjnë këto që po bëjmë ne këtu tani, përballë nesh, Meje, Gentit dhe Rezit, të jenë ata të rinjt atje. Në momentin që janë ata dhe nuk janë figurat e vjetra, ma beso që kjo e nderon Partinë Demokratike. Se nga ata mund të jenë dhe që kanë folur te mikrofoni protestës dhe nuk i njeh njeri. Janë njerëz normal, të arsimuar, pa mëkate mbi supe, e më the thash,
Kjo e mban Partinë Demokratike vitale, më. Dakor. Dhe e ndihmon dhe doktorin me problemet që ka. Është dhe lajmi i mirë që ka të rinj që duan të angazhohen në politikë, do me thënë që kemi dy gjëra paralele, ndërkohë që të rinjt janë në shesh, një pjesë e tyre sigurisht dhe këta i kam parë, por që të angazhohen në struktura partije, pavarësisht dhe sidomos në një parti që ka sa vite në opozitës. Të rinjt i perceptojmë si anti-establishment, të toksicitet që ka sot politika, të angazhohesh gjithsesi është një shenjë pozitive, sepse një nga ato gjërat që ka mbajt peng ndryshimin është edhe perceptimi që është krijuar mbi partitë, që janë të pista, që janë të mbyllura. Sigurisht nuk kanë për të ndryshuar në boshti i partisë, sepse është një parti që identifikohet me liderin, por sjellin ndonjë ndryshim apo aty do të ndryshimi se ne kemi bërë gabime që shpeshher katapultimet janë marrë për ndryshime. Tani këta do kalojnë përmes një procesi vote. Nuk e di Rezi thotë që e ka përcaktuar doktori, okej, po e marrim dhe ashtu. Por si do qoftë ata do duhet të provojnë në agoran publike. Pra në qoftë se mbajnë debatin, në qoftë se do shkojnë në struktura, do t'i pranojnë struktura dhe t'i edhim më mirë se mua sa i gjatë është kjo karrierë. Dhe kanë 4 vite kohë deri në rifreskimin e strukturave për t'u provuar. Dhe fakti që janë të rinj është të kanë më shumë të rinj se ka pas zakonisht, është një gjest për t'u përshëndetur. Dhe kjo është një lajm i mirë. Mirë, Kthupi, dëgjoj, po nga kjo listë, pra nga këto emra që dolën sot, çfarë të thot ty për atë që mund të ndodhi me procesin e nënkryetarëve të PD-s, sekretarit përgjithshëm, mendon që do ketë ndryshime? Pra do ndodhi gjë me Flamur Nokën, me Gazbardhin, Blykbashin, Luçanon, tjerët, mund të ketë një grua që të futet më në fund, pra jo vetëm 4 burra me që i rritën kuotat për gratë. Po s'mund të fusin gra gjithandej pastaj si për në papafindo të mbajnë vetëm burra. Ka historik me një nënkryetare grua, kështu që nuk do ishte risi. Okej. Ka historik, thuati, po mund të ndodhte. Sigurisht që mund të ndodhte. Po do mbeteshin prap 4 burra dhe do shtoje 5, do rritej numri, apo mund të ketë ndryshime? Do ishte e tepër. Edhe 4 nënkryetar janë shumë. Do bëj si autobusi Kuçit. Mos